من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Gjithhamdi, falenderimet dhe lavdia e plotit takon të madhit Allah te baraka wa taala. Atë falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhërisëm prej të ligave dhe të këqijave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi plot prej cytjeve dhe djallëzive të shejtanit të mallkuar. Salate dhe selame pa nda dhe çdo herë I dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastërt, për shokët e tij të ndershëm. Allahu qoftë I kënaqur me gjithë ata, si dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtar dhe besimtare, gjithë ata musliman të cilët kanë shkuar tek Allahu para neve, edhe deri tek muslimani dhe besimtari I fundit, në fundin dhe përfundimin e jetës në këtë botë. Të dashurit e mi, dje ka dalë hana e re, ka fillu viti I ri hënor, respektivisht kalendari I ri sipas hijretit të pejgamberit alayhis salam, e kemi fillu vitin 1447. Elus Allahun te baraka wa taala që ky kalendar I ri, respektivisht ky fillim I ri I këtij vitit hënor, tjetë një vit I mbar ku Allahu te baraka wa taala do të na I vazhdon mirësitë dhe begatit e tij për mbi gjithë ne, nga shëndeti, mirëqenia, besimi I drejtë, përkushtimi ndaj Allahut, harmonia familjare, qetësia dhe çdo begati e mirësi që Allahu deri në këto momente na ka begatu. Allahu I shtoft mirësitë e begatit për mbi gjithë ne, për mbi familjet tona, dashurit ton, vendin ton, vatanin dhe mbar ummetin e Muhammedit alayhis salatu wassalam. Nuk dua tani të ndalem në kronologjinë dhe historinë si muslimanët janë dakurdu me marë referencë dhe ngjarje shpërnguljen e pejgamberit prej Mekës në Medinë, dhe nga ky moment ka fillu kalendari hënor, nga se kjo është e ditur për ju, por dua të ndalem të një moment më rëndësi për t'i dhënë aktualitet. Kanë kalu 1447 vite për ngjarjes kur pejgamberi alayhis salam me plot vështirësi u detyru me elon Mekën, vatanin, vendlindjen. 13 vite nuk e kanë leju pejgamberin alayhis salam që ai me përcjell thirrjen e Allahut, shpalljen. Prandaj Allahu mas 13 viteve sakrificë dhe vujtje, Allahu ja jap lejen Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam mu largu prej Mekës dhe mu nis në drejtim të Medinës. Ajo që ka po du me jep aktualitet edhe kontekst kësaj ngjarje të madhe është se sot në kohën tonë, në vitin 2025, këtu ku jemi, kemi mundësi nëse ndalemi dhe reflektojmë me nxjerr shumë mësime më rëndësi nga kjo ngjarje e jashtëzakonshme. Shpërngulja e pejgamberit prej Mekës në Medinë, hijreti. Mësimi I parë që përfitojmë nga kjo ngjarje e madhe dhe nga kalendari hënor është se pejgamberi alayhis salam në emër të asaj për t'i rujt parimet e ka pranuar dhe këtë sakrificë të madhe me shokët e tij.
Të dashurit e mi, sot në kohën tonë për me fol, për me i rujt parimet, me qenë parimor, është kogja, po them kushtimisht është luks. Sot njerëzit nuk janë parimor. Në gjitha sferat, por në veçanti në fenë e Allahut. Nëse besimtari është një mend besimtar, atëherë ai nuk bën pazar në asnjë një rrethon me fenë e tij. Por edhe njerëzit që janë serioz e parimor nuk bëjnë pazare me parimet e tyre. Nuk dua prap as të bëj politik, as të jem tendencioz, por duhet të themi një të vërtet të hidhur. Nuk e di sa herë përpjekje ka ndodhur, kemi hi në librin e Genisit për të keq, si një shtet i ri që s'po mundemi me informu institucionet tona. Dhe nëse flasin ata njerëz që kanë marrë obligime për parime, atëherë të gjithë pa përjashtim kanë dalë qesharak dhe askush nuk i respekton parimet. E thash sa për të thënë. Pejgamberi alayhis salam ka mujt me vazhdu jetën Mekë, avatani ti. Por nuk e kanë leju pejgamberin alayhis salam me manifestu fenë e Allahut, tauhidin, njohurinë ndaj krijuesit. Prandaj pejgamberi nuk ka bë pazar. Dhe parimet kryesore, ka shumë parime, po parimet kryesore që pejgamberi ka pranuar dhe me elon vatanin, kanë qenë dy. Nuk ka pranuar pejgamberi alayhis salam me thonë po jetoj në Mekë e besimin për mbaj fshehurazi. Jo, 3 vitet e para, kur ka zbrit Kurani, 3 vitet e para, pejgamberi i ka thirr fshehurazi njerëzit të fenë Allahut. Jënë të bu fshehurazi. Mas 3 viteve, ka ardhur ajeti, Allahu i ka thonë, tani ka ardhur një fazë tjetër. Del edhe thiri njerëzit në fenë e Allahut publikisht. Del edhe tregojë njerëzve se ka marrë fund adhurimi i zotnave të rejshëm, idhuj, statuja, puta, shirku, s'ka vend për shirk, s'ka vend mo për idhujtari. Tani ka ardhur koha njerëzit me dëgju, me kuptu dhe me pranu, shqoni, me dëgju, që kupet qes veshin, gishtin, me dëgju, me kuptu edhe me pranu fjallën la ilaha illallah dhe konceptet e saja. Nuk e kanë lënë. Dhe pejgamberi nuk ka bë pazar. S'ka hapësirë, s'ka liri, nuk mundemi me manifestu drejtën e besimit, nuk mundemi, o kon qabe ty bo namaz, me nderë para juve, e kanë marë ploncin e devës, dhe ju e dini plonci për çka shërben, ja kanë gjujt mbi kokën edhe trupin e bekum pejgamberit alayhis salam. Se çka i kanë bë besimtarve e dini, e kanë marë Sumejen, radiallahu anha, shahidja e parë, e kanë lidh trupin e saj, respektivisht këmbët e saj për 2 kuaj, edhe i kanë detyru kuajt me ikë në drejtimet kundërta, e kanë nda për gjys. Sepse ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I ka kundërshtu idhujt zotat e rajshëm, e ka besu Allahun një të baraka wa taala, e ka pranu pejgamberllokun e Muhammedit alayhis salam, ajo e ka gjetë. E dini Bilalit çka i ka ndodhur prej zotërisë së tij e tjerë e tjerë. Prandaj pejgamberi alayhis salam po i nënvizoi për 2 parime në emër të asaj që njeriu duhet të jetë parimor, s'ka bë pazar. Liria dhe manifestimi i besimit të drejtë në Zotin një dhe dinitetin njerëzor. Dhe o detyru me lshu edhe Mekën e me shku në një vatan të ri, i cili nuk ka qenë edhe bash miqësor për pejgamberin sa. Më lejoni një fragment, vetëm po aludoj. Suhejbi radiallahu anhu, Suhejbi ka qenë romak, evropian, sikur ne, Suhejb Rumi, evropian ka qenë. Kuronis ka qenë mjeshtër, ekspert me prodhu hanxar. Hanxari është diçka më e madhe se thika. Ka fitu shumë pasuni. Kur e kanë pa paria Mekës, edhe zotnia ti që ka punu urtak kokon me ta, që po ik pej Mekës, po shkon te pejgamberi në Medinë, kanë dalja kanë zonë pritën. I ka thonë qëre, merrini pasunin, sa ta i ka thonë, këtë pasuni ki botena, ki punu në Mekë, tash po të me ikti atje,
me marë pasunin, ka jo, merrin pasunin, deven, dhe s'lemani shpirtin se budu më shku të pejgamberi a.s. Parimor, s'kan po pazare. A ka mujta i me nejtë në Mekë me majtë besimin më sheft? A ka mujta i në shpi më falë? A din si kur do thash, digjoni tash, pse për përmendi këto? Po jepim aktualitet. Të rekeve, aktualitetin tash, 2025. Pse për përmendi këto? Jonë disa prej neve, thonë qëre, une jom besimtar me zemër, edhe me shpirt, në shpinë teme, une i respektoj regullat e fesë. Ama aty më pune, me shoke, me kolege, nuk po muj. Une e di që së është mirë aty më ullë ko pije rakia, po qka be votash, që shtu? Ja? Jo, nuk ka loj me parime. Nuk ka loj me parime. Farz jo farz. Halal jo halal. Haram jo haram. Ka mujtë pejgamberi mi thonë ati, rritit e shpia, falum sheft. Ja, Allahu Gjalla wa Ala, i ka thonë, toka Allahu të shtëgjon, s'po mundeni me manifestu, me shpre, me jetu, si musliman Mekë, byrëm, toka Zotit është e madhe, lëshe e Mekën. Prandaj pejgamberi e ka pranu këtë sakrific, çmimi i lartë, i dhimbshëm, po nuk ka bo pazar me dy parime, lirinë e besimit, të drejtë, edhe dignitetin njerëzor. Edhe dignitetin njerëzor. Mësimi i dytë që e nxjerrim dhe e marrim nga ngjarja e madhe e hijretit pejgamberit sa shpërngulja prej Mekës Medinë, është një mësim shumë më rëndësi. Ka të bëjë me planifikimin e drejtë edhe të saktë. Që këtu shumica e djem 3. Shumë më rëndësi. Pejgamberi alayhissalam kur ka vendos, shiqoni, këthoni se s'mundemi për 20 minuta. Fillimisht jënë shku në Abisini, në Etiopi, o konë një mbret krishter, që i ka besu Zotin një, i ka ndajt qëndrim, besnik qëndrimeve të mësimeve të Hazreti Isas, i kanë pranu musliman të parë, musliman të dytë, shpërngulja e parë në Abisini, në Etiopi, shpërngulja e dytë. Toni kadal kanë nis do musliman me shku në Medine, deri sa Allah i ka e pleje pejgamberit karë koha. Mirë, planifikimi sakt. Pejgamberi kur ka vendosur mu shpërngul pej Mekës Medine, a dini çfarë planifikimi e ka bërë? E ka marrë Ebu Bekrin. Ebu Bekri e ka angazhu krejt familjen, e ka pagu një njeri nuk o konë musliman, ka thonë, a din ti rrug alternative pej Mekës Medine? Se pejgamberi e ka ditë që në momentin kur hapet lajmi, se pejgamberi e lëshoj Mekën, lëshohen ujqit. Prandaj me njëre ka dalë lajmi, kush e gjen apo e zen pejgamberin të gjallë apo të vdekur, apo na jep lajmin ka honis, i ka 100 deve të kuqe, çmimi me nere. Pejgamberi ka pagu një njeri, i cili nuk ka qenë musliman, që ka ditë rrugë alternative, jo rrugën që e kanë ditë të gjithë prej Mekës Medine. Vëllazër, po flasim për një distancë rruga afërsisht 500 kilometra. Me bon kom. Fa pejgamberi alayhissalam e ka marrë Ebu Bekrin, veç Ebu Bekri ka ditë planin, Ebu Bekri me djalin, me vajzën, djali tina i ka marrë dhënt, ka ne të spojzojmë 20 kilometra mas ferkenve edhe gjurmve të kohëve së pejgamberit, ka jetë saj me dele, mos me lon gjurm, që kur të vinë njerëzit me i shku mrapa pejgamberit, mos me pas gjurm. Planifikim perfekt. E kalon Alin atë natë në shpinë e ti, ka thonë shtrejnë shtratin tem, mi mashtruar mikun. Çka është kjo për mu dhe për ju, sidomos djemtëri? Planifikimit për ardhërin tonde. Planifikimit për ardhërin tonde, për profesionin, për familjen. Planifikimi si shoqëri, planifikimi për pejen, planifikimi për Kosovën, dhe të planifikim që e bëjnë njerëzit e ditur, profesionista, njerëz të mençur, njerëz që kanë planifikime reale, jo ondra, planifikime reale. A e pat lufta që ka ndodhi, superfuqit botërore. Zoti mos na provoft, kur me luft, po e kemi një armik, ku janë djemtëri, ku janë dronat, lufta asimetrike, sot po, në fund, luftën e bëjnë njerëzit, luftën e bëjnë imani, po sot lufta bëhet në mënyrë asimetrike, e digitalizume, me teknologji, mos e pritim më tarë shkallë, ku o planifikimi ytë. Pranaj kjo ngjarja e pejgamberit alayhissalam na jep edhe këtë mësim. Gjithkush duhet të ketë një planifikim të saktë, ti duhesh me ditë me pas vizion çka po don, si individ, si familje me gjon, si shoqëri, si komunë, si katun, si shtet e kështu me radhë. Nëse e lën dorë të Zotit, prandaj kur ka ardhur ai sahabja,
te pejgamberi alayhis salam, i tha me çka erdhe? Tha erdha me deve. Ku e le deven? Tha ja lash deven që aty te xhamia jashtë. A lidhe deven? Tha e lash Zoti e run deven. Tha shko fillimisht lidhe deven. Toni le në mbrojtjen e Zotit. Planifikim. Do thot mësimi i hijretit. Na mëson pejgamberi para se me shku. A ka shku pejgamberi veç prej Mekës Medine? Jo, ka kriju komunikim. Kan ardhur në kohë haxhit burra prej Medinës që pejgamberi ka përgatit terrenin, e ka përgatit hapësirën, komunikim me njerëz, kush me i bo konak pejgamberit, kush me i bo konak muslimanëve, e kështu me radhë. Kjo po na mungon vëllazër, se kam me ju këtu, që tash konkretisht, po na mungon se mungesa e planifikimit dhe mungesa e vizionit, çka po don ti? Për ku je nisti? I ki 20 vjet, i ki 25. Dush me pas një planifikim deri në 30 çka me bo. Kur o koha martesës, kur o koha me bo banesën, kur o koha me bo biznisin, kur o koha me kry shkollën, kur o koha me kry provimet, etj. Jo në 3 vllazër, do të pas një planifikim kur mu do ata, me bo 3 shtëpia, 3 banesa. Qysh mundem me bo na 3 banesa? Njoni me ndajt mire, 2 tjerë në rrugë, e në qira, etj. Këto na mëson hijreti. Mësimi i tretë, pejgamberi alayhis salam me njerëz si ka shku në Medinë. Në kuptimin e shoqërisë, në kuptimin social, e ka bo bashkimin edhe vllaznimin, i ka vllaznu muhaxherët që kanë ardhur prej Mekës me ata që janë kon vendas ensar. Që muhaxher, kush e ka mbi emrin muhaxher te na e ka prej Kur'anit. Pse? Se Kur'ani i thot muhaxher, ati personi i cili në vendin dhe në vatanin e tij ku nuk mundet me jetu lirshëm, nuk mundet me fol gjuhën e tij, nuk mundet me ushtu drejtën e besimit, nuk mundet me bo biznis, e ka ardhur zullumçari, ai e lëshon vendin e tij, e lyp tokën e Allahut në vend tjetër. Kur'ani këtij thot muhaxher. Keni muhaxher, keni di muhaxher? Çfarë janë muhaxher? Kur'ani, koncepti Kur'anit. Prej zullumit, tarmikut nuk ka mujt me jetu lirshëm, o detyru mu shpërngul me gjetë vatan të ri. Pejgamberi i ka bashku ata që kanë ardhur prej Mekës me ata të Medinës, edhe është për kujdes me pas paqe edhe harmoni tash brenda këtyne që janë ardhur të ri, jabanxhi, tuj, mos mundi ata keq, mos me jetu në skomje të madhe, mos me ndi vetin tuj në një vatan të ri. Prandaj pejgamberi sa e ka bo vllaznillokun. Edhe projekti i parë që ka ndërtu pejgamberi kon xhamia. Pse? Xhamia si një strumbullar, si një adres ku njerëzit kanë me ditë, kanë me pas adres ku mu taku, ku me i qa hallet. E ka ndërtu xhamin pejgamberi sa për më kon adresa ku tu bohen, e të pastaj xhamia e ka marrë rolin e çdo gjës. Jo vetëm xhami me mu fal për Allah, po e ka marrë rolin edhe ka pas dimenzion në gjitha dimenzionet e jetës moderne sot ne që e kemi. Nga ekonomia, nga Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria për çështje sociale, krejt aty në xhami janë diskutu. Dhe mësimi i katërt dhe i fundit është se kjo ngjarje e madhe në historinë islame na jep edhe një refleksion shumë të fuqishëm e që ka të bëjë me durimin dhe qëndrueshmërinë. Njeriu ku durimtar në parimet e veta, në ato që i ka bindje, ato që i beson, atëherë durimi ati ja jep mundësinë edhe me pas stabilitet edhe qëndrueshmëri. Pa durim, shumica e një tri këtu, Allah ju rujt. Para 26 vjetëve, këtë situatë tjetër kun pej. Para 26 vjetëve që tu për rrëdhë gjamis, që veshtit 100 metra në perimetër për rrëdhë kësaj gjamije, shumë miri di sak shpijat, o konë për plët serbë dhe malazez, jo që kemi natë diçka kundër tyne, po konë një realitet tjetër, së të smundesh me i gjetë në këtë komunën tonë që ata. 5 me i mledhë ku jonë, që kanë bo zullume, kanë bo. Prandaj, durimi, qëndrueshmëria janë parime më rëndësi që neve si dy armë duhet të na udhëheqin jetën tonë. Durimi ty të nevojitet si një armë shumë e rëndësishme në gjitha segmentet e jetës për ty. Jo vetëm në raport me Allahun, që
Çtash do të më bëj sabër marr me fal gjimon. Dikush e ka lënë biznesin, dikush o lodhe, dikush besahu pare, ama tash nuk ka vakt me fitu pare. Do të sabër për marr me bëj ibadet. Mu çun ora 4 me fal sabajin të lash është. Do të sabër. Ama me sabër fitohet xheneti. Xheneti nuk është belesh. Nuk vjen xheneti pa ndonjë mundim, do të mundim dhe në fund me mirësinë dhe rahmetin e Allahut do të më afro aty. Prandaj këto janë 4 ato mësime që ndoshta me i nda me ju vëllazër, momente reflektive që reflektojmë, analizojmë dhe nxjerrim mësime shumë më rëndësi nga kjo qarje e madhe e historisë islame. Edhe një herë ky fillim i këtij viti të ri hënor 1447 qoftë i mbar për gjithë ne si individ, për familjet tona, për dashurit ton, për vendin, vatanin dhe shtetin ton dhe për mbar ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Amin. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allah të falë dhe mëshiruese. Qulu qawli hadha astaghfir.